Horoskopi ditor e njëte 30 korik 2026. Dashi, klima në çift do t'jetë e ngrohtë dhe me diell. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do të mbretërojë gjatë gjithë ditës. Beqarët nëpërmjet punës së tyre mund të njihen me dikë që do t'i bëjë të dridhen. Mos keni frikë të hidhni ndonjë hap më tej dhe të njiheni në një plan tjetër me të. Financa do të jenë shumë të mira dhe ju do të mund të stabilizoni buxhetin. Shlyeni dhe borxhet që keni. Demi. Yjet do e bëjnë edhe më të bukur jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Pavarësia që keni kërkuar do t'ju jepet dhe do të kuptoheni më mirë me atë që keni në krah. Jeta sentimentale beqarëve do të kalojë në plan të parë. Ka mundësi që dhe në mesditë të ketë dashuri me shikim të parë. Gjeni një ekuilibër midis shpenzimeve dhe hyrjes së parave, sepse përndryshe do t'i keni punët të keq. Binjakët. Duke qenë se yjet do të ndikojnë njëkohësisht në jetën tuaj në çift, do të keni disa probleme të vogla. Do të keni vështirësi për të dialoguar qetë dhe do të konfliktoheni hapur. Beqarët do të bëjnë një takim sipas shijes së tyre. Yjet do t'i ndihmojnë ta shprehin më lehtë pëlqimin. Fal situatës së mirë financiare do të kryeni transaksione afatgjata. Gjithsesi, mos u hidhni me kokë në detin e shpenzimeve. Gaforia. Të gjithë çiftet do të kalojnë një ditë të mrekullueshme dhe të lumtur sot. Përfitoni nga çdo moment kur të jeni pranë atij që dashuroni. Beqarët duhet i bëjnë sy të katër dhe të kërkojnë në çdo vend për shpirtin binjak. Ka mundësi që ta gjeni. Financa do të shkojnë më së miri. Fati do t'ju buzëqesh dhe do të mund të kryeni gjithçka që keni dëshiruar prej kohësh. Tregoni pak më të matur me shpenzimet. Luani. Asgjë e veçantë nuk do të ndodhë në jetën sentimentale të çifteve sot. Vetëm planetët mund të sjellin disa keqkuptime, por që do të kalojnë sa hape mbyll syt. Nëse jeni beqar do të keni mjaft surpriza të këndshme. Ka mundësi të takoni dikë interesant që do t'ju bëjë menjëherë për vete. Ulni shpenzimet që financat të mos dobësohen. Disa të afërm do t'ju mbështesin të kryeni operacionet e dëshiruara. Vizhiresha. Yjet do të ndikojnë negativisht në jetën tuaj në çift. Do të keni goxha vështirësi dhe debate të forta. Gjithsesi, kujdes me ato që do të nxjerrni nga goja. Nëse jeni ende vetëm, mos hezitoni të filloni aventura. Do të ndiheni mjaft mirë dhe nuk do të mërziteni për asnjë moment. Mirë po ka ardhur momenti të merreni pak më shumë me financat tuaja. Një menaxhim më i mirë do t'ju ndihmojë të rrisni buxhetin dhe të jeni më të qetë. Peshorja. Sensualiteti do të rizgjohet gjatë kësaj dite. Nëse jeni të martuar, ka mundësi të mendoni të zgjeroni familjen tuaj. Nëse jeni ende vetëm, do të jeni mjaft magnetik dhe do të keni mundësi të nisni aventura. Jepini vetes mundësinë të provoni çdo gjë që ju pëlqen. Me yjet në anën tuaj, buxheti nuk do të ketë probleme. Do të kryeni me sukses disa operacione mjaft pozitive. Akrepi. Yjet do të ndikojnë mjaft pozitivisht në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Së bashku me partnerin do të zbuloni kënaqësi të reja dhe do të dashuroheni në mënyrë pasionante. Beqarët do të nisin një histori të bukur dashurie, e cila do t'u ndryshojë tërësisht jetën. Shfrytëzojeni ditën deri në maksimum. Financat ka rrezik të kenë probleme. Gjithsesi, nëse tregojeni të vendosur dhe të ulni shpenzimet, mund t'ia dilni. Shigjetari. Jeta sentimentale e çifteve nuk do të ketë ndonjë gjë të veçantë sot, duke qenë se asnjë planet nuk do të ndikojë te ta. Lidhja mund të thellohet dhe do të flisni qetësisht me njëri tjetrin. Beqarët do të jenë më të favorizuar. Nëse keni dashur gjithmonë të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve, do t'i arrini qëllimit. Mos i besoni shumë intuitës sot në planin financiar, por matuni mirë përpara se të hidhni çdo hap. Bricjapi. Do të keni mjaft ndryshime pozitive në jetën tuaj në çift sot. Mirëqenia dhe qetësia do të jenë në program.
Nuk do t'ja vini në dukje të metat partnerit as edhe ai ju. Për beqarët, një miqësi e lindur prej kohësh mund të kthehet në diçka tjetër. Mos ja mbyllni dyert. Financiarisht do të jeni të favorizuar, nuk do të keni probleme, kështu që mund të kryeni shpenzimet që keni dashur. Ujori. Kjo do të jetë një ditë jo shumë e kënaqshme për jetën tuaj në çift. Mund të kaloni dhe ndonjë krizë për shkak se nuk do të doni të bëni as lëshimin më të vogël. Beqarët fal yjeve do të kenë takime interesante. Mos u ngutni, sepse do të keni kohë sa të doni. Ditë mjaft e mirë për sektorin financiar. Do të jeni më të organizuar dhe do t'i ulni edhe shpenzimet. Më mirë kurseni sot që të fitoni mot. Peshqit. Nëse kërkoni qetësi në çift gjatë kësaj dite, nëse kohët e fundit keni patur probleme, do të rivendosni baza të reja dhe më të forta se më parë. Beqarët me shumë gjasa do të mund të takojnë dikë interesant. Do të zbuloni se keni të njëjtat mendime pozitive, filozofike dhe fetare. Kujdes me planin financiar. Do të keni një dëshirë të shfrenuar për të shpenzuar dhe kjo do të jetë pika juaj e dobët.